Nuk e di në cilin format mund të afton presidentja, pra mund të fton nga ne, mund të fton gjithë bashkë. Ne kemi mirëprit edhe idenë e kryetarit Abdi Xhiku për konsulta për formimin e qeverisë. Një propozim ka qenë ai për një qeveri të unitetit. Ekziston edhe propozimi i ynë në këtë rast për qeverinë e opozitës. Mendoj që konsultat mes opozitës janë të nevojshme, ndërsa edhe konsultat me bashkëkryesuesin e seancës janë nevojshme që me dalë nga gjendja ku jemi. Ne veç kemi përgatitur një kërkesë për vlerësim, do t'i drejtohem gjykatës kushtetuese me kërkesë që me vlerësu kushtetutshmërinë e vendimeve të marrura në kuvend, pra si rasti i mosformimit të komisionit për votimin e fshehtë dhe gjitha vendime tjera paraprake bazuar në proces verbalin e seancave. Sot jemi në konsulta dhe me PDK dhe me LDK, në mënyrë që 10 deputet pra t'i drejtohemi gjykatës. Zotëri Haradinaj, ako okte, ako vendimet nxjerra prej kuvendit mbi të cilat do të bazohen? Të gjitha pra vendimet e kuvendit, pra veç e veç si për mënyrën e votimit, si për ndërprerjen e seancave, si për situatën e mos nxjerrjes në votim të kandidatit, pra ardha në seancë dhe mos gjitha ato, pra ne kemi marrë seancat në vazhdimsi, proces verbalin dhe do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese me kërkesë për vlerësim të kushtetueshmërisë. A do të marrë pjesë sot në seancë, me që kemi parë se disa herë me radhë nuk keni qenë i pranishëm, ndonë se keni hyrë dhe jeni nënshkruar, dhe si do të veproj aktoja sot? Tani, ka diçka të vërtetë në këtë që thuni ju, po jo e tëra, dhe unë kam marrë çdo herë në kohë, spari. Pastaj kur kam marrë vesh se nuk do të ketë ndonjë zhvillim të ri në seancë. Pra kemi ardhur vetëm për përsëritjen. Kam marrë me idenë që mund të kemi një kandidaturë të përbashkët ose unifikuese, mund të ketë një proces të ri. Kur e kam marrë vesh se do të qëndrojmë në seancë vetëm u përsërit ajo që ka ndodhur më herët, se kam vlerësuar të nevojshme. Arsyeja zakonisht se lirohen prej seancave, ja për shembull edhe sot në Shaptej kujtojmë vëllezërit Muslia, Beqiraj, janë 3 dëshmorë një familje, disa tjerë, them drejtën, më ka kërku puna me qenë atje, kam pas bashkë luftari, një familjet e tyre, po kam marrë në seancë. Në disa raste pra marr lejen duke pa që nuk po ndodh asgjë. Unë do të marr pjesë në seancë, po nëse është vetëm përsëritje, kontributi im do të jetë i pavlefshëm. Jo. Edhe faleminderit media. Sot keni me dërzuar zotëri Haradinaj? Po bojmë përpjekje me marrë në nënshkrimet e kolegëve nga partitë tjera opozitare dhe ta dorëzojmë, po. Kolegja ime Time Kadria do ta udhëhesh këtë proces. Faleminderit qoftë.